Hysi është fituesi Kupës së Republikës së Kosovës në futboll, pasi në finalen mposhti skuadrën kampione Prishtinën me rezultat 2-1. Kjo ndeshje u zhvillua në praninë mbi 10.000 shikuesve, të cilët krijuan një atmosferë fantastike që moti nuk e kishin parë në stadiumet e futbollit të Kosovës. Pjesa e parë kaloi në dominim të skuadrës së Hysit, e cila pati më shumë raste shënimi, prej të cilave arriti të realizojë një herë. Po zhvilloi minuta e 17 e ndeshjes kur lojtari me numrin 7, Recep Sogojeva, pason bukur tek Labinot Osmani, i cili shënon për epërsinë e parë të Hysit prej 1-0, që ishte edhe rezultati final i pjesës së parë. Për dallim nga pjesa e parë, në të dytën dominuan Prishtinasit, pas shumë rasteve të pashfrytzuara dhe një goli të anuluar për shkak të pozitës jashtë loje, vjen dhe goli i barazimit, të cilën e realizoi Mirsadi Idrizi për 1-1. Dhe kur u mendua se fituesi do të vendoset pas lojës shtesë, në skenë u paraqit Elhami Berisha, i cili paraboloi portierin Statovci dhe kështu shënoi golin e fitores për skuadrën e Hysit. Medaljet dhe trofeun për skuadrën fituese të Kupës së Republikës së Kosovës në futboll i ndau presidenti i Kosovës, zotri Fatmir Sejdiu. Ky njëherësh është trofeu i parë për skuadrën e Hysit, e cila është formuar 7 vite më parë.